Territori i Kosovës për datën 27 qershor do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm. Me kthjellime të shumta gjatë paradites, ndërsa në pasdite priten vranësira kalimtare në disa zona kodrinore me mundësi për reshje lokale. Temperatura minimale do të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 27 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond dhe në disa lugina deri në 11 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 11 deri në 26 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 25 gradë, Skënderaj 11 deri në 24 gradë Celsius, Pej 12 deri në 26 gradë, Prishtinë 11 deri në 27 gradë Celsius, Gjakov 12 deri në 26 gradë, Malishev 12 deri në 25 gradë, Gjilan 11 deri në 26 gradë, Ferizaj 11 deri në 26 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri në 25 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 25 gradë, Prizren 12 deri në 26 gradë Celsius.